Shoqata blegtorët prodhues të qumshtit kanë mbajtur sot një protestë ku morën pjesë fermer nga Shkodra, Fjeri, Lushnja, Korça dhe Gjirokastra para Ministrisë së Bujqësisë kundër skemës kombëtare 2026. Me pankarta në duar me mesazhe si stop importi të qumshtit, formalizoni tregun e bulmetit, bojkotoni firmat serbe, fermerët kanë akuzuar qeverinë se skema nuk i mbështet, pasi kostot janë të larta dhe kanë kërkuar gjithashtu subvencione për mbulimin e këtyre kostove. Ne të blegtorisë kërkuam ngritjen e subvencionime. Nuk ja dalin dot me ato pak lekë që na japin këta për subvencionet. Nafta se ulët. Qumshi juaj na konkuron. Kërkojnë mbylljen e importit. Qumshi jonë dhe ngritja jonë nuk është vetëm për neve, është edhe për fëmijët tuaj, për fëmijët e atyre, për fëmijët e gjithë neve këtu. Nafta është ngret, plerat janë ngret. Çmimi i qumshit ka rënë. Ne po na myt malli importit, sepse ato subvencionojnë më mirë se sa shteti shqiptar. Ne kemi fikur traktorat sepse nuk e mbulojmë dot me 2300 lek naftën. Na ka ardhur thysa aty ku s'ba, na ka ardhur thika në palc. Nuk dim ka t'ja majmë, ne jena mshirë të fatit, s'kemi kanale kulluse, i kemi ato i kanë zonë ferrat, nuk kemi asnjë lloj subvencioni, pak naftë që na jepshin, ato nuk po na japin më, nuk e dim se çfarë do bëhet. Paktën i bëjmë thirrje qeverisë që ndërhy urgjentisht që t'na japi naftë, edhe pas na e fali, t'na japi me gjys koste, t'na japi bëxh, sepse sot është dita kur ne do të mbjellim. Dhe kur na jap qeveria naftën, neve nuk kina ku ta çojmë sepse ka mbaru koha e mbjelljes. Kemi 7 deri 8 herë më pak subvencione se vendet e rajonit. Me këtë duhet të konkurrojmë ne. Si mundet të konkurrojmë me vendet e rajonit kur ne nuk kemi një subvencion të njëjtë me vendet e rajonit? Si mundet të konkurrojmë aty, të konkurrojmë ata kur vendet e tyre subvencionojnë më shumë dhe taksat dhe prodhimet e tyre që vinë në Shqipëri nuk ka një taksë të përcaktuar. Pasi kërkuan një takim me Ministrin e Bujqësisë dhe atë të Financave, përfaqësuesit e protestuesve u pritën nga 2 ministrat Malaj dhe Salla në zyrë për të diskutuar nga afër kërkesat dhe shqetësimin e tyre. Fermerët kërkojnë barazim të TVSH-s, formalizim tregu, mbështetje të prodhimit vendas dhe naftë pa taksa.